Apostulli i ditës. Mos kitur pra të dëshmosh Zotin ton as mua, të burgosur e tij, po hiq keq bashkë me mua për ungjillin sipas fuqisë së Perëndis, që na shpëtoi dhe na thirrri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, po sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit që na u dha në Krishtin Jezu përpara fillimit të kohëve. Dhe tani u shfaq me anë të dukjes së shpëtimtarit ton Jezu Krisht, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdeksin me anë të ungjillit, për cilën unë u caktova predikues, apostull dhe mësues i hebrejve. Për këtë arsye unë po vuaj edhe nga këto gjëra, por nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i Zotit ta ruaj visarin tim deri në atë ditë. Ruaje modelin e fjalëve të shëndosha që dëgjove prej meje me besim dhe dashuri që janë në Krishtin Jezu. Ruaje visarin e mirë me anë të frymës së shenjtë që rrit te ne. Ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më kthyen krahët dhe midis tyre Fegeli dhe Hermogeni. Zoti dhënë mëshirë familjes së Onisiforit, sepse shpeshherë më dha zemër dhe nuk pati turp nga prangat e mia. Madje kur erdhi në Rom, më kërkoi me shumë zell dhe më gjeti. Zoti dhënë të gjej mëshirë nga ana e Zotit në atë ditë. Ti e di më mirë se askush sa shërbime më bëri në Efes. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Timotheut, letra e 2, kapitulli i parë, vargu 8 deri në vargun 18. Vargu 8 thot: Mos kitur pra të dëshmosh Zotin ton as mua të burgosën e tij, po hiq keq bashkë me mua për ungjillin sipas fuqisë së Perëndis. Apostulli Pavli është duke dërguar një letër të dytë apostullit Timotheut, kur ai ishte i burgosur, dhe apostulli Timotheu në këtë kohë ishte përsëri në Efes, duke thënë mos ke turp pra të dëshmosh Zotin ton Jezu, por jo vetëm të dëshmonte Jezu Krishtin tek paganët, por as mos kishte turp se ishte nxënës i apostullit Pavlit. Ishte një kohë ku predikimi i ungjillit ishte shumë i vështirë dhe ata që guxonin të dëshmonin hapur Zotin dhe shpëtimtarin Jezu Krisht përndigjeshin nga perandoria romake. Por Timotheu, nxënësi i apostullit Pavlit, nuk duhet të riqej. Ai nuk duhet kishte turp për ungjillin, pavarësisht se kjo mund t'i sillte turpërim dhe vuajtje, sepse në atë kohë ndaj të krishterëve kishte përndjekje, ata quheshin njerëz të dytë të shoqërisë ose dhe të rrezikshëm, dhe merreshin edhe masa, konfiskime pronash, heqje gradash dhe tortura të frikshme dhe turpërime në popull. Por Timotheu nuk duhet kishte turp, përkundrazi, apostulli Pavli e nxit: po hiq keq bashkë me mua për ungjillin sipas fuqisë Perëndis. Pra, ai duhet pranonte çdo lloj persekutimi moral, shpirtëror dhe fizik për hir të ungjillit, dhe si shembull model duhet kishte apostulli Pavlin, i cili ishte i burgosur në Rom për hir të ungjillit. Vargu 9 thot që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, po sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit që u na dha në Krishtin Jezu përpara fillimit të kohëve. Apostulli Pavli vazhdon ta nxit Timotheun që jo vetëm nuk duhet të ketë turp, duhet të jetë i guximshëm, por duhet ta shikojë përhapjen e ungjillit në interesin e tij, sepse që na shpëtoi, pra Perëndia na shpëtoi me anë të Krishtit, na shpëtoi dhe na shiroi nga ndëshkimi i mëkatit. Ai në mënyrë të vazhdueshme na shiron nga fuqia e mëkatit, dhe një ditë akoma do na shiroj edhe nga prania e mëkatit, sepse djallët demonët që janë shkaktar të mëkatit do të lidhen dhe do hidhen në umner. Dhe vazhdon dhe thot: na thirri me një thirrje të shenjtë. Perëndia nëpërmjet Krishtit e thret besimtarin një thirrje të shenjtë, e ndan nga mëkatit dhe e bashkon me Krishtin dhe jep si ka parë dhe shpirtin e shenjtë. Këtë gjë apostulli Pavli e ka trajtuar dhe në letrat e tjera. Për shembull, në letrën drejtuar Filipianëve, ai thot: por e drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndis në Krishtin Jezu, dhe po ashtu në letrën drejtuar Hebrejve, prandaj o vëllezër të shenjtë, pjesëtar të thirrjes qiellore, vështroni apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit të besimit ton Jezu Krishtit. Pra, vetë Zoti Jezu Krisht është shembulli unikal se si duhet të qëndrosh besnik Perëndis përballë vështirësive, turpërimeve, mundimeve dhe vetë martirizimit. Edhe apostulli Pavli ishte një imitues i Krishtit, dhe Timotheu duhet të imitonte Krishtin dhe nxënësin e Krishtit që ishte pra apostulli Pavli. Dhe vazhdon apostulli thotë jo sipas veprave tona. Pra,
Gjithë ky shpëtim është dhënë te njeriu, jo sipas veprave të njeriut, por sipas hirit. Hiri është dhuratë që jepet falas. Dhe sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit, apostulli është duke na thënë se ishte qëllimi i Perëndis për ta shpëtuar njeriu. Dhe nuk ishte thjesht njeriu në një farë mënyrë që e kërkonte ose e meritonte këtë shpëtim, që na u dha në Krishtin Jezu përpara fillimit të kohëve. Kjo do thotë se që nga përjetësia, Perëndia kishte përcaktuar planin e mrekullueshëm të shpëtimit të njeriu. Ai para se ta krijonte njeriu e dinte se njeriu do mëkatonte, por kishte vendosur edhe planin e shpëtimit. Dhe ai vendosi që të jepte jetë të përjetshme njerëzve me anë të Isu Krishtit, i cili do të vinte si njeri dhe do flijoj për të shpenguar mëkatet e njerëzve. Dhe vargu 10 thotë, dhe tani u shfaq me anë të dukes së shpëtimtarit ton Isu Krisht, që e prishi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit. Pra, ky ungjill që ishte planifikuar nga Perëndia në përjetësi, u shfaq në kohën e dur, pra ungjill do thotë lajmi i mirë. U shfaq me anë të dukes së shpëtimtarit, pra të Zotit ton Isu Krisht, i cili erdhi në botë si njeri dhe ai shpallui hapur lajmin e mirë të shpëtimit, dhe ai u mësoi njerëzve se do të vdiste, do të varrosi dhe do të ringjallë, dhe kjo ishte e vendosur nga Perëndia që në këtë mënyrë të shpëtonin njerëzit nga mëkati dhe nga vdekja e mëkatit. Dhe ky është gjithë mesazhi i vet ungjillit ose esenca e lajmit të mirë. Ai që prishi vdekjen, pra Zoti Jezu Krisht erdhi dhe e mundi vdekjen me vdekjen e tij. Para se Zoti Jezu Krisht vinte, vdekja ishte një armik mizor i pathyeshëm nga njerëzit. Asnjë nga njerëzit sa do të fuqishëm dhe të përmendur kanë qenë në historinë e njerëzit, ata nuk e mundën dot vdekjen. I pari që mundi vdekjen që vetë Zoti Jezu Krisht, sepse është i pari i të gjallur nga të vdekurit. Dhe në këtë kuptim ai e prishi, e shfuqizoi vdekjen. Ai ka shfuqizuar thumbin e saj, sepse thumbi i vdekjes është mëkati. Prandaj dhe Zoti Jezu Krisht, duke u kryqëzuar për mëkatet e njerëzve, e mundi vdekjen që si shtamë e ka thumbin dhe fuqin tek mëkati. Ashtu si e ka thënë dhe në letrën drejtuar Korintasve, apostull Pavli, o vdekje, ku është gjëmba jote? O fer, ku është fitoria jote? Dhe vazhdon dhe thot, ai nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit. Në dhjetën e vjetër shumë njerëz të shenjtë, profetë të drejtë e kishin të mjegull mënyrën se si do shpëtonin shpirtrat. Ata kishin një ide që shpirtrat e drejtëve qëndronin në Sheol, në botën e të vdekurve në gjita e Abrahamit. Por përsëri ata nuk e kishin idenë se si këto shpirtra do të dilnin nga bota e të vdekurve. Dhe me ardhin e Zotit Krisht kemi zbulimin në dritë të këtij misteri të madh se si Perëndia do shpëtonte jo vetëm të gjallët, por edhe të vdekurit, sepse dim që Zoti Jezu Krisht vajti në botën e të vdekurve dhe atje predikoi 3 ditë dhe të gjitha ato shpirtra që i besuan, ai me ngjalljen e tij i mori dhe i çoi në parajs. Dhe vazhdon dhe thot, nxori në dritë jetën, por gjithashtu dhe pavdekësinë. Pavdekësia i referohet ngjalljes së trupit. Ne këtë e lexojmë edhe tek letra e apostullit Pavli drejtuar Korintasve, ku thot, ky trup që prishet duhet të vdes, mos prishen. Ne dim se kur trupi i një njeriu, po në mënyrë të veçantë flasim për besimtarët, vdes, ai vendoset në varr dhe kthehet në plur, dhe shpirti i besimtarit shkon dhe rri me Zotin në mbretërinë e Zotit. Por Krishti do të vi përsëri dhe ai me ardhen e tij do të bëjë dhe ngjalljen e të vdekurve dhe në radhë parë do ngjallen shenjtorët, të drejtët, besimtarët, të cilët do marrin trupa të lavdishëm për të qenë të pavdekshëm, ashtu si dhe Zoti ka një trup të pavdekshëm dhe do bashkohen me Zotin në ajër dhe do jenë bashkë me atë përjetësisht. Dhe gjithë mesazh na jep ungjilli. Ungjilli na jep gjithë ato të vërteta, shpresdhënëse dhe frymëzuese për ne besimtarët. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargu 11 ku na thuhet për të cilën unë caktova predikues, apostull dhe mësues jo hebrejve. Pra, apostulli Pavli u caktua predikues, apostull dhe mësues jo hebrejve jo thjesht nga dëshira e tij, por ishte vetë vullneti i Perëndis. Ai u thirr nga vetë Zoti Jezu Krisht në rrugën për Damask
dhe Perëndia e caktoi atë si një enë të zgjedhur që të mësoj kombet. Këtë e lexojmë dhe tek Veprat e Apostujve, ku na thuhet: Atëherë Ananiu përgjigj: O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa qija u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga kretë e priftërinjve për të burgosur të gjithë ata që thrasin emrin tënd. Por Zoti i tha: Shko, sepse ai zhvegla që unë kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. Dhe vazhdojmë në vargun 12, na thuhet: Për këtë arsye unë po vuaj edhe nga këto gjëra, po nuk kam turp, sepse di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i Zotit ta ruaj visarin tim deri në atë ditë. Apostulli Pavli ishte në burg jo si keqbërës, por ishte për hir të ungjillit. Edhe kjo ishte profetizuar po Apostulli Pavlin. Dhe përsëri nëse i referohemi Veprave të Apostujve, atje ku Zoti i thot Ananias: sepse unë do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim. Pra, Apostulli Pavli vuante për emrin e Krishtit dhe ai e dinte shumë mirë këtë, prandaj dhe në një vend tjetër ai ka thënë: ai që do eci në rrugën e Perëndis do përndiqet. Por apostulli ishte i ndërgjegjshëm se kujt i kishte besuar, pavarësisht se Roma e shikonte atë si një keqbërës dhe madje kërkonte ta vriste, apostulli Pavli nuk ishte i trishtuar, sepse ai e dinte se kujt i besonte dhe fati i tij nuk ishte në duart e njerëzve. Dhe vazhdon thotë: është i Zotit ta ruaj visarin tim deri në atë ditë. Visari mund të kuptojmë edhe për ungjillin, por për edhe vetë jetën dhe shpirtin e apostullit Pavlit. Dhe atë ditë apostulli Pavli është duke na thënë për ditën e fundit të botës, ku atë ditë Zoti Jezu Krisht do t'i japi shpërblimet e merituara të gjithë atyre që punuan për hapur lajmin e mirë, ashtu si apostulli Pavli, Timotheu, gjithë apostujt dhe gjithë në breza. Vargu 13 thot: ruaje modelin e fjalëve të shëndosha që dëgjove prej meje me besim dhe dashuri që janë në Krishtin Jezu. Pra, ai këshillon Timotheun që të ruaj modelin e fjalëve të shëndosha, që nuk do thot vetëm të ruaj besimin dhe doktrinën, por dhe mënyrën se si shprehet, përhapet kjo fjalë. Timotheu që nxënësi apostullit Pavlit dhe kishte dëgjuar shpeshherë se si ai fliste, se si ai predikonte, me çfarë shprehesh. Prandaj duhet i ruante këto gjëra dhe t'i përdorte edhe ai në apostullim. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shpeshherë për shkak të frymës së botës krijon ide se duhen ndryshohen disa shprehje se janë bërë demode në kish. Por ato shprehje janë shprehje që ne duhet i ruajmë, janë shprehje standarde, sepse vetëm në këtë mënyrë ne japim në mënyrë të saktë mësimin e kishës. Dhe jo thjesht duhet fusim rinovime. Vargu 14 thot: ruaj visarin e mirë me anën e frymës së shenjtë që rrit te ne. Pra, visari i mirë këtu i referohet ungjillit. Visar do të thotë një thesar dhe ungjilli është vërtet një thesar. Dhe këtë e kishte marrë Timotheu nga apostulli Pavli dhe apostulli Pavli kishte marrë nga Krishti. Dhe ky visar, ky ungjill nuk është thjesht i ruajtur me fuqi njerëzore, me intelektin njerëzor, por është nga Shpirti i Shenjtë. Ashtu si Shpirti i Shenjtë zbriti mbi apostujt dhe i transformoi dhe i kujtoi të vërtetat e Krishtit, kështu po ky Shpirti i Shenjtë zbriti edhe mbi apostull Pavlin, edhe mbi Timotheun dhe me gjithë ata të cilët thirren për një shërbim të veçantë apostolik si klerik dhe laik, dhe është ky Shpirti i Shenjtë që ia ruan këtë visar në mendje dhe zemrat e tyre, dhe po nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë ata mundsohen ta flasin, ta përhapin ungjillin. Prandaj, askush nuk mund marrë një detyrë për apostullim, për të shërbyer pra përhapjes së lajmit mirë, pa qenë i thirrur nga Zoti dhe pa marrë Shpirtin e Shenjtë. Kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse ka shërbesa, siç është shërbesa e periferisë, ku personi thirret dhe mbi të vjen duart nga episkopi dhe transmetohet hiri i Shpirtit të Shenjtë, që ai të jetë i aftë të kryejë shërbesën periferore. Dhe pjesë e shërbesës periferore është edhe predikimi i lajmit mirë. Ose edhe anagnosti, ai që lexon ose mëson, edhe ai ka një shërbesë dhe mbi atë vjen duart nga episkopi që i transmetohet pra hiri i Shpirtit të Shenjtë, që e aftëson atë për përhapur lajmin e mirë dhe për mësuar popullin e Perëndis, ose si themi për të katekizuar.
Vargu 15 thot: ti e di se të gjitha ata që janë në Azi më kthyen krah dhe me dystyre Fegeli dhe Hermogeni. Ndërsa Apostulli Pavli po mendonte për ret e zeza që ishin mbledhur në këtë kohë mbi kishën, ai kujton se disa të krishterë të Azis i kthyen krahët dhe këtu na përmend Fegelin dhe Hermogenin. Pra, ata prishën lidhjet me Apostull Pavlin kur mësuan se ai u arrestua. Ishte një kohë e turbut, një kohë e keqe, një kohë për ndjekje, sepse qeveria romake përndiste gjithë ata që prapnin krishtërimin dhe në mënyrë veçantë krerët e krishtërimit, siç ishin dhe apostujt, dhe në mënyrë veçantë dhe Apostulli Pavli. Ai që guxonte të pranonte Apostull Pavlin si mësues, patjetër që do kishte njëjtën fat dhe përndjekje si ai. Kështu që jo të gjithë nxënësit e tij qëndruan, por e braktisën, siç ishte edhe Fegeli dhe Hermogeni. Por ajo çfarë ndodhi aty ndodh fatkeqësisht në shumë herë, sepse dhe përndjekja lejohet me lejen e Perëndis që të provojnë krishterët se sa janë besnik ndaj Zotit, po dhe ndaj përfaqësuesve të Zotit, siç janë episkopët dhe prifterit, të cilët kanë përgjegjësi për një dioqez, për një enori. Dhe besimtarët duhet që ndrojnë besnik ndaj atyre, rreth atyre. Dhe në qoftë se goditet figura një episkopi dhe një kleriku ose prifti, patjetër që besimtarët nuk duhet që ndrojnë indiferent, ose të kenë turp, ose të friksohen, sepse ashtu si janë sjellur me episkopin dhe priftin, ashtu janë sjellur dhe me Zotin. Ashtu si tha dhe Zoti, ata që nuk ju dëgjojnë juve, nuk më dëgjojnë as mua. Dhe vazhdojnë në vargun 16 na thot: Zoti i dhënë mëshirë familjes së Onisiforit, sepse shpeshherë më dha zemër dhe nuk pati turp nga prangat e mia. Tashmë në antitezë me Fegelin dhe Hermogenin, Apostulli Pavli i përmend Timotheut shembullin e Onisiforit, i cili kishte qenë besnik ndaj Apostullit Pavlit, dhe vetëm besnik, po shpeshherë i kishte dhënë zemër dhe nuk kishte pasur turp për prangat e apostullit. Dhe në vargun 17 thot: madje kur erdhi në Rom, më kërkoi me shumë zezë dhe më gjeti. Patjetër që Onesifori, mik i Apostullit Pavlit, u interesua për atë dhe vajti deri në Rom dhe atje vajti deri në burg dhe e takoi Apostull Pavlin dhe patjetër që i ka shërbyer, mund t'i ke çuar rroba, ushqime, gjëra të domosdoshme dhe nevojshme në ato kushte të vështira që ishte Apostull Pavli. Dhe ajo që kishte gëzuar më shumë apostullin nuk ishte thjesht ndihma materiale, por guximi që kishte treguar Onesifori ndaj apostullit. Dhe Onesifori ishte duke treguar besimin dhe mirënjohjen jo thjesht tek Apostulli Pavli, por tek Krishti që Apostulli Pavli e përfaqësonte. Në vargu 18 thot: Zoti i dhënë të gjej mëshirë nga ana e Zotit në atë ditë. Ti e di më mirë se askush sa shërbime më bëri në Efes. Pavli lutet për këtë besnik, për këtë mik besnik të gjej mëshirë nga ana e Zotit në atë ditë. Dhe në atë ditë është dita ku Zoti do jetë i dukshëm për të gjithë njerëzit, do bëjë gjykimin e drejtë dhe do shpërblej çdo njeri sipas veprave. Dhe në mënyrë të veçantë do shpërblej besimtarët, të krishterët, shenjtorët. Dhe këtu na tregohet edhe një shembull për lutjen për shpirtat e fjeturve, sepse duket Onesifori ishte larguar nga kjo jetë dhe Apostulli Pavli lutet për shpirtin e tij derisa të vi ajo ditë, pra që është ajo dita, siç tham, dita e gjykimit. Dhe ti e di më mirë se askush sa shërbime më bëri në Efes. Patjetër që Timotheu ishte një nxënës shumë i afërt i Apostullit Pavlit dhe ai kishte parë në mënyrë konkrete ndihmën e Onesiforit dhe kjo ishte si një shembull frymëzimi për vetë Timotheun që në këto kushte të vështira ai duhet qëndronte besnik Apostullit Pavlit. Mos kishte turp, të kishte guxim për hap të ungjillin, të kishte kurajë të thoshte që un jam nxënës i Apostullit Pavlit dhe këtë duhet ta bënte sipas një shembulli, siç e kishte bërë edhe Onesifori. Prandaj, predikimi më i mirë që mund t'i japim dikujt është shembulli ynë. Dëgjuat komentin e letrës së dytë Apostullit